në farsën elektorale të karteleve të drogës, organizatave dhe grupeve kriminale të koordinuara nga Ergys Agasi, por bëjnë një krim tjetër, madhor dhe të shëmtuar, dimension tipik të farsës elektorale të narkoshteteve. Kandidati i kartelit Troplini, karteli më i fuqishëm i kokainës në Ballkan dhe ndër më të fuqishmit në Europë, i cili është i vetmi kartel me port në dispozicion. Është karteli që kontrollonte në çdo metër katror portin e Durrësit. Është karteli që bënte çdo emrim dhe anullonte çdo shkarkim në këtë port, duke filluar nga pozicioni i fshesarit tek vinqieri, drejtori dhe me radhë. Është karteli që kontrollon në 10 biznese të paprekura nga Altin Dumani, është karteli që një vit më parë do të gjindej me 3 milion euro dhe që nuk u ndodhi asgjë. Ky kartel kishte përcaktuar Arkend Ballën si ministër të ardhshëm të brendshëm të Shqipërisë. Në marrëveshjen Agasi Rama Doçi, që është nipi Troplinëve, po eksponent in spico, prandoria e kartelit Troplini shtrihet nga Peruja në Europën e Veriut. Pra, ky kartel nxori Arkend Ballën 5.000 vota më të votuar se Edi Ramën në vitin 2021. Po, Edi Rama mori 15.000 vota. Arkend Troplini mori 21.000 vota. Shikoni se çfarë krimi monstruoz bën propaganda, kërkon të shes shqiptarëve për zgjedhje këtë farsë të shëmtuar droga dhe krimi. Shikoni, Arkend Troplini në vitin 2021, si Arkend Balla, mori gjithsej 2.500 vota. Dhe kur konvertuar në Arkend Troplini, mori 21.000 vota. A ka më paftyrsi se sa të bësh avokatin e këtij procesi? A ka më thoni, çfarë morali u mbetet avokatërve të këtij procesi? Avokatët e Troplinit në gjykat janë me ligj,
paguhen për i ti dhe është normale se s'do të ketë njeri pa avokat. Pa avokatrit e ti në studio, që duen të servirin shqiptarëve një proces elektoral të tillë, si sukses të qeverisë, janë çdo epitet të dej për çdo epitet. Si mundet të flasin për zgjedhje, më thoni ju mua. Si mund të flasin për fitore zgjedhjesh, kur i njëjti person ka marrë 2400 vota apo 500 vota në zgjedhjet e 21-shit dhe pasi ndron mbi emrin në Arkend Troplini merr 21.000 vota. Te i kalon me 5.000 vota Edi Ramen. Unë mund të rrjeshtoj ju një seri të tjerësh. Çfarë është kjo